Fluturimet komerciale po shënojnë një zhvillim të ri dhe dinamik në vend, duke reflektuar ndryshimet në tregun e udhëtimeve ajrore dhe nevojat gjithnjë më në rritje të pasagjerëve. Nga shtimi i linjave dhe destinacioneve të reja te rritja e frekuencës së fluturimeve dhe përmirësimi i shërbimeve, ky sektor po luan një rol kyç në lidhjen e vendeve, nxitjen e turizmit dhe forcimin e ekonomisë. Agjencia e Statistikave Europiane ka nxjerrë në pak këto të dhëna statistikore, duke treguar se sa ka ndryshuar numri i fluturimeve që nga muaji nëntor para pandemisë e deri më tani. Sipas saj rezulton se numri i fluturimeve komerciale në vend është rritur me 119.7%, duke shënuar kështu rritjen më të madhe në Europë dhe rajon. Gjithashtu shumë linja të reja kanë hyrë në vendin ton, ku më e fundit është Tiranë-Toronto, ku fluturimi i parë nga Toronto është parashikuar më 18 qershor, ndërsa nga Tirana do të realizohet më 19 qershor. Rritja për këtë muaj ka shënuar një zbutje pas muajit tetor, i cili arriti kulmin, por si paraqiten vendet e tjera të rajonit. Për sa i takon këtyre vendeve, rezulton se Bosnia-Hercegovina dhe Serbia kryesojnë pas Shqipërisë, duke shënuar një rritje përkatësisht me 47% dhe 40%. Nga ana tjetër, edhe Maqedonia e Veriut ka pësuar një rritje me 36.9%, ndërsa Malizia është vendi që ka shfaqur një ulje me 3% të numrit të fluturimeve, duke pasur një rezultat negativ. Një situatë e mirë paraqitet edhe për shtete të tjera, si Irlanda, e cila renditet e dyta në Europë me një rritje prej 79.8%. Gjithashtu edhe Greqia dhe Malta paraqesin rritje të numrit të fluturimeve komerciale me 37.3% dhe 36.9%. Ndërkohë fluturimet komerciale ka shënuar ulje në disa shtete, kryesisht ato nordike. Gjermania ka pësuar një rënje me 14.4% e ndjekur nga Finlanda me 16.4%. Uljen më të madhe kanë shënuar Letonia dhe Suedia me përkatësisht 24.8% dhe 28.5%.